Këtë të premte është mbajtur një takim me zyrtarëve vendor të Pogradecit dhe Strugës, me pjesëmarrjen e zëvendës ministrit të brendshëm të Maqedonisë Veriut, lidhur me hapat që po ndiqen për lehtësimin e lëvizjes në pikën e kalimit kufitar të Qaftanës. Prej disa vitesh në këtë dogan, rreth mjeteve, sidomos gjatë sezonit turistik, bëhen kilometrike, ndërsa marrëveshja e firmosur tashmë nga ana e palës maqedonase, që pret një vendim të Këshillit Ministrave nga ana e palës shqiptare, synon që të shkurtojë kohën e pritjes përmes vetëm një kontrolli në hyrje dhe dalje. Jemi sot në kufirin Qaftan, besoj qëllimi i mirëfillt, e dim gjithë se para disa ditëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut kaloi pika edhe për one stop shop me Shqipërinë, kështu që qëllimi i mirëfillt është që sot paraprakisht para se të fillojë implementimi ne takohemi dhe të bëjmë edhe disa plane besoj shtesë se çka nevojitet për lehtësimin e qytetarëve dhe mallrave. Në javën e kaluar në fakt kemi pasur në një inspektim me tematik sigurinë ushqimore, Ministrin e Punëve të Brendshme, po ashtu edhe Ministrin e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, të cilët janë njohur në fakt me problematikën e kësaj pike kalimi kufitar dhe janë shprehur që së shpejti kjo marrëveshje do arrijë të ratifikohet edhe nga pala shqiptare për mos pasur pengesa. Pra të implementohet i njëjti sistem, një hyrje, një ndalesë, hyrje pra në terma teknik, në mënyrë që të zgjidhet ky problemi i radhëve të gjata në këtë pikë doganore. Jemi këtu për të dhënë një mbështetje të fuqishme për kalimin e lirë të mallrave dhe njerëzve. Dhe kjo pyetja që bëni ju është një vlerë e shtuar që ne mendojmë që duhet të realizohet për arsye se përveç pjesës që jemi shumë afër, po dukemi se jemi larg, të bëjmë të mundshme që të lëvizim dhe pjesa tjetër, ajo pjesa turistike e cila do të jep një vlerë të shtuar turizmit me lëvizjen edhe në mes linjes ujore, por edhe asaj toksore. Ne bashkë me kryetarin e komunës së Strugës kemi bërë përpjekje maksimale që kjo të funksionojë, sepse është një ëndër e qytetarëve tanë, edhe nga krau Ktep, edhe nga krau jon, sepse ky liçeni i Ohrit që quhet nuk është një liçen që na ndan, por është një liçen që na bashkon, që ne të shfrytëzojmë gjitha rekurset tona nga të dyja palët të ndihmuar sa më shumë qytetarët tanë në zhvillimin e turizmit, por edhe të ekonomisë së tyre. Përpos kësaj lëvizje, në kohë të përshpejtuar përmes Qaftanës, kryetarët e bashkive Strugë dhe Pogradec thanë se janë drejt fundit të diskutimit dhe procedurat për lëvizje nëpërmjet liçenit të Ohrit apo njerëzve dhe mallrave. Vetëm gjatë sezonit turistik në pikën e kalimit kufitar në Qaftan hyjnë e dalin rreth 1 milion njerëz. Pra, një marrëveshje tillë synon që kjo lëvizje të jetë më lehtë gjatë sezonit turistik, duke funksionuar me një sistem të përbashkët, një lloj si me Kosovën.